thot Imam Bukhari, ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Idha qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwwi faqad kharaja ahaduhuma min al-islam wa bari'a min sahibihi." Pra, thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kush i thot vllajt vet, pra besimtarit, kush i thot besimtarit ti je armiku im, atëherë njëri prej atyre dyve ka dalë prej islamit. Edhe ose ka thënë është i distancuar prej shokut të tij. Fjala adu ose armik ka dy kuptime. Ka me kuptimin e mosbesimtarit, do të thonë se je armik, pasi mosbesimtari është armik i besimtarit. Nëse e ka për qëllim se ti je mosbesimtar, edhe je armiku im i plot, do të thënë në iman, atëherë vlen për këtë, do të thënë vlen kjo fjala Abdullah ibn Mas'udit, se njëri prej tyre ka dalë prej islamit. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Do të thënë kush i thot vllajt vet o kafir, atëherë njëri prej atyre ka marrë këtë fjalë. Do të thënë ose është me të vërtetë ai kafir, ose i kthehet kjo fjalë atij që e thot. Prandaj nëse njeriu e thot i thot muslimanit, ti je armiku im, me kuptimin e kufrit, do të thënë tekfir, i thot se ti nuk je musliman, je armiku im, atëherë njëri prej tyre del prej islamit, thot Abdullah ibn Mas'ud. Edhe këto, si e shihni, kjo është edhe një prej atyre argumenteve të dietarëve që thonë se xhavarixht nuk janë musliman. Do të thënë xhavarixht kanë dalë prej islamit. Kjo është një prej argumenteve se thot se ata u thonë muslimanëve kafira. Edhe pa dyshim kur i kanë thonë sahabeve kafira, ata pa dyshim se kanë dalë prej islamit. Do thënë ai që e bën kafir njërin prej sahabeve, ai nuk është musliman. Por edhe për të tjerë, do të thënë ne vazhdimisht e përmendim se ka dy mendime dietarëve në lidhje me xhavarix ose me tekfirijun. Do thënë një grup i madh i dietarëve thonë se ata janë kafira. Edhe një grup thonë se nuk janë kafira, mirë po, secila pali ka argumentet e veta. Do të thonë, kjo varet nga qëllimi i njeriu. Nëse i thot muslimanit, ti je armiku im, me kuptimin se je kafir, atëherë kjo është, do të thonë, prej mëkateve më të rënda. Edhe ka mundësi kjo ta sjellë njeriu në kufër, kjo fjalë, nëse i thot besimtarit kafir. Por nëse e ka për qëllim ti je armiku im, do të thonë që mundohesh të më fusësh në kurthe, të më bësh dëm e kështu me radhë, pa të drejtë, edhe nuk e ka për qëllim se je armiku im demek në kufër, atëherë ka dallim. Do të thonë nëse edhe kjo, nëse këtë fjalë ja ka thonë me hak, nuk ka përgjegjësi për të. Por nëse ka shpifur për besimtarin, atëherë ka mëkatin e shpifjes.